Përshëndetje të dashur miq, ta mirë se erdhët. Përsëri jemi sot së bashku edhe për një tjetër recetë. Sot do të gatuajmë edhe një recetë tjetër të mishit të viçit, por këtë radhë do ta përgatisim në tenxhere. Një super recetë, të cilën duhet që ta provoni edhe ju. Për sa persona do të gatuani, aq edhe mish do të përdorni, unë sot këtë pjatë po e përgatis për mysafir. Dhe në total kam shtuar 9 copë, ose më sakt 9 fileto viçi, të prera në copëza pak më të trasha. Nëse përdorni mish lope, duhet që t'i preni pak më të holla. Vazhdojmë së pari që mishin ta marinojmë. 250 ml me qumësht. Pasi e shtojmë qumshtin të mishi, vazhdojmë që t'i shtojmë sipër tani edhe 100 ml me vaj. Vazhdojmë që tani tek mishi të shtojmë pak hudër në pluhur. Nëse ju pëlqen mund të shtoni edhe hudër të grimcuar, mua më pëlqen më shumë me hudër në pluhur. Shtojmë edhe kryp. Shtojmë edhe pak piper zi. Përzijmë mirë tani dhe lejojmë që mishi të pushojë në marinat për 30 minuta. Pasi mishi ka pushuar mirë për disa minuta në marinat, vazhdojmë tani që ta fërgojmë. Në tigan shtojmë shumë pak vaj, 1 deri në 2 lugë gjelle. Tani tek tigani me vajin e nxehur, i shtojmë filetat e viçit aty për t'i fërguar. Vazhdojmë e rrotullojmë mishin në të dy anët, që të sigurohemi që do të na skuqet dhe do të na merr ngjyrë të bukur që në të dy anët mishi. Pasi sigurohemi që janë fërguar filetat e viçit, i largojmë tani nga ena. Nuk do të skuqen shumë për shkak se kemi shtuar qumësht dhe qumshti edhe bën të butë, por edhe ngjyrën ja bën pak më të bardhë. Në tiganin ku e fërguam mishin, vazhdojmë tani që të shtojmë 1 lugë gjelle me gjalp dhe presim tani në zjarr mesatar derisa gjalpi të shkrihet. Tani te gjalpi i shkrir, vazhdojmë që të shtojmë 300 gram këpurdha. Unë po përdor këpurdhat e konservuara, por mund të përdorni edhe këpurdhat freskëta të prera imët. Unë sot kam vendosur që t'i përdor kështu këpurdhat e plota, pasi nuk janë shumë të mëdha. Vazhdojmë i shtojmë tani tek gjalpi i shkrir. Vazhdojmë tani në zjarr mesatar, t'i fërgojmë këpurdhat për disa minuta. Tani sipër këpurdhave vazhdojmë që ta shtojmë 1 lugë gjelle me miell. Vazhdojmë tani fërgojmë këpurdhat bashkë me miellin edhe vetëm për 1 deri në 2 minuta. Bëni kujdes dhe mos e skuqni shumë miellin, sepse pastaj bëhet e idhet salca. 1 deri në 2 minuta mjafton. Tani vazhdojmë që ta shtojmë pipirin e kuq. Mua më pëlqen që gjella të merr një ngjyrë pak më të errët dhe do të shtoj 1 lugë gjelle me piper të kuq. Përzijmë mirë. Tani në tenxhere vazhdojmë që ta shtojmë 1 lugë gjelle me pastë domate. Unë zakonisht përdor nga këto pastat e domateve që janë më të trasha. Nëse nuk keni nga kjo, mund ta zëvendësoni edhe me pastë domate më të hollë, por do t'i shtoni 2 lugë gjelle. Vazhdojmë tani që ta shtojmë ujin. Ujë në total do të shtojmë 800 ml. Përzijmë mirë dhe kontrollojmë sa kemi mjaftueshëm ujë për t'i zier pjesët e mishit. Nëse ju duket pak, mund të shtoni edhe 200 ml tjera me ujë dhe të bëni 1 litër me ujë. Do t'ju shtoj edhe 200 ml tjera me ujë, pak kryp, ndërsa për t'ia theksuar ngjyrën dhe shijen edhe më tepër mishit, do të shtoj pak kopër të thotë. Mund të shtoni majdanos të thotë nëse nuk keni, po ashtu mund përdorni edhe nenexhik të thotë. Përzijmë edhe një herë përpara se t'i shtojmë pjesët e mishit tani në tenxhere. Dhe tani filetat e viçit që i fërguam më herët, i rikthejmë tek salca. Në tenxheren e mbulojmë me kapak dhe vazhdojmë në zjerje.
Në zjarr mesatar, unë do të azijej diku prefersisht 40 deri në 45 minuta, por ju lutem bëni kujdes, siç ju thash në fillim të videos, unë po përdor mish zhyriqi të freskët. Ky lloj mishit zihet shumë shpejt. Nëse ju po përdorni mish lope për të gatuar të njëjtën recetë, duhet që ta zijeni pak më gjatë, por gjatë zierjes do ta shtoni sasinë e ujit. Dhe të dashur miq, pjata për ditën e sotme është gati. Mish viçi në salt këpurdhave, i cili bëhet i butë si pambuku. Shpresoj që ta provoni edhe ju dhe ta shijoni. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.